por që edhe tash ka shumë siç po shihet, po më herët pat hala ma shumë njerëz të cilët presnin për shkak që prej orës 7 mëngjes deri në orën 9 mëngjes, pra është ai fluksi më i madh ku kjo furrë pra shet vetëm pereca dhe jo gjëra të tjera. Tash më herët e pash pra edhe këtë shitsin i cili tha që duhet me prit një orë derisa dalin perecat e tjerë për shkak që merr kopak ajo mënyra e përgatitjes të perecave. Hajde na bashkë po shkojmë edhe po i pyesim qytetarët se pse pikërisht vinë këtu për me i marr perecat. Derum, a na tregon pse kjo është këtu? Me ble pereca? Po, na banojmë këtë në Mitrovica dhe kemi ardhur me ble pereca. Tregona pse janë pereca që ka të mirë në Mitrovic? Po, është një produkt i veçantë, konsideroj që kemi në Mitrovic këtu edhe prandaj vim këtu presim rënd për pereca. Është diçka që na pëlqen edhe blemi. Tregona pse Mitrovica është qyteti më i mirë i Kosovës. Pas secilit njeri ku jeton aty duket vendidhja më e mirë, ndoshta ka edhe qytete më të mira, por neve na duket këtu më mirë, prandaj edhe këtu kemi lind, këtu jetojmë dhe na duket bukur. A vini çdo ditë për me blej pereca? Po, për arsye se jetojmë këtu afër, domethënë afër kësaj furre dhe këtu vim blejmë pereca. Faleminderit. Gjithë mirat.